Këshilli Bashkiak i Lushnjës u mblodh të hënën në mbledhjen e fundit për muajin qershor për të shqyrtuar 15 pikat e rendit të ditës, të cilat prekin drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve dhe çështje me interes publik, përfshirë investimet, infrastrukturën, menaxhimin e shërbimeve dhe çështjen e privatizimit të klubit sportiv Lushnja. Mbledhja u drejtua nga nënkryetaria e Këshillit zonja Meryem Dervishi dhe u karakterizua nga debatet e gjalla, veçanërisht nga përfaqësuesit e opozitës, të cilët sollën shqetësimet e komunitetit dhe kërkuan llogaridhënie për ecurinë e projekteve lokale. Kryetaria e Bashkisë zonja Riselda Sefa ishte e pranishme dhe aktive në mbledhje, duke ju përgjigjur pyetjeve të këshilltarëve dhe sqaruar drejtimet që po merr administrata vendore në fushat prioritare. Lushnja është në një proces intensiv investimesh në rrugë, shkolla dhe hapësira publike. Vendimet merren në kohë dhe me fokus tek qytetari, u shpreh zonja Sefa gjatë diskutimeve. Në fokus të veçantë ishin menaxhimi i mbetjeve urbane, zhvillimi i zonave periferike, problemet e trafikut në qytet, buxheti dhe alokimi i fondeve për infrastrukturë, roli dhe struktura e privatizimit të klubit sportiv Lushnja. Çdo pikë u trajtua në mënyrë të veçantë me diskutime të hapura dhe më pas me votim nga të gjithë anëtarët. Mbledhja u mbyll me miratimin e të gjitha pikave. Anëtarët e Këshillit theksuan se do të vijojnë të monitorojnë zbatimet e vendimeve, duke mbajtur në qendër të vëmendjes interesin publik dhe transparencën.